Prej një viti tashmë, çmimet mesatare të shitjes së apartamenteve në Tiranë vijojnë të qëndrojnë mbi nivelin e 2.000 euro për metër katror. Megjithatë, në qershor u konstatuan rënje të çmimeve në kryeqytet. Drejtuesi i Chelsea Media Group, Ylli Sula, u shpreh për Monitor se një ndër faktorët kryesor të nisjes së rënjes së çmimeve është ulja e tatimit për shitblerjen e apartamenteve nga nisja e zbatimit të procesit të rivlerësimit. Kjo ka bërë që çmimet e shitjes të ulen me rreth 3 deri në 4%, ndërkohë agent të tjerë imobiliar e lidhin rënjen e çmimeve me hetime të shumta të nisura nga SPAK, gjatë të cilave janë sekuestruar prona luksoze të dyshuara se u përkasin grupeve kriminale. Sipas tyre, kjo ka ndikuar në frenimin e qarkullimit të paras informale në tregun e pasurive të paluajtshme, duke sjellë si pasojë edhe uljen e kërkesës nga kjo kategori blerësish. Rritja e çmimeve brenda 7 viteve është 115%, apo rreth 2.1 herë më e madhe në raport me 2005, kur ka nisur llogaritja e indeksit. Çmimet mesatare të apartamenteve deri në muajin qershor 2026 janë rritur me 218%, apo rreth 3 herë më shumë se sa 21 vite më parë.